Jam shumë e lumtur që Klea e zhvillon këtë kamp. Hera tretë që ne sjellim fëmijët edhe kemi ngele shumë të kënaqur, sepse herën e parë kanë qenë vetëm i madhi. I vogli mezi sapo e pret në fakt. Ne jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur që ai e kërkon. Ai 2 vitet e tjera është shkënaqur shumë, ka mbresat më të mira me i thënë. Ka ardhur në shtëpi dhe na ka treguar shumë gjëra të bukura që ai ka kaluar. Biles edhe ka zënë 2 shok që i ka akoma më duket dhe komunikon akoma me ata. Atje ku të zhvillohet kampi, ajri është shumë i pastër, vend malor. Shikoja që kishte një siguri në vetvete. E di unë këtë, thoshte, se ka mësuar te kampi. Ma ka mësuar Klea, ose ma ka mësuar Joy. Po Joy njëre kujtonte gjithmonë. Jam shumë e lumtur që Klea e zhvillon këtë kamp. E pa hezitim, siguria besoj është në maksimum. Vërtet është ne fillimisht ishim pak skeptik. Ishim pak skeptik, po. Për punë e sigurisë, po pastaj eksperienca doli që siguria është. Edhe një gjë tjetër që është pozitive te kampi juaj është mënyra se si fëmijët ushqehen. Loidi për shembull ka qenë shumë ham si keq në shtëpi. Po aty i ka ngrënë gjitha gjërat. Kur ka ardhur në shtëpi më ka thënë mami atje gatua shumë mirë. Ti nuk gatuan mirë fare. Wow, what? Çfarë po thua Loidi? Jo, ti nuk gatuan mirë, atje gatua shumë mirë.